Përzieni fiq me vaj ulliri dhe do të shpëtoni nga këto sëmundje. Ekspertët thonë se fiqet të zhytur në vaj ulliri, që vijnë nga receta shumë të vjetra të marrura nga vendet bregdetare, janë një recetë shumë efikase edhe në përdorimin tuaj. Ato mund të përdoren për të lehtësuar problemet si qenat e stomakut, hemoroidet, kapsllokun, kolesterolin, problemet bronkitit dhe shumë të tjera. Fiqet përmbajnë një sasi shumë të mirë të vitaminës C si antioksidues, të cilët mund të shërbejnë për të përmirësuar shëndetin e lëkurës. Në të gjendet edhe vitamina B6, e cila për shumë kohë është menduar se lehtëson problemet e mëngjesit. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë 40 fiq të thatë dhe vaj ulliri. Fiqet i vendosni fiqet e thatë në një enë të mbyllur dhe e mbushni këtë plot e përplot me vaj ulliri. Mbyll dhe lini ashtu për 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve, fiqet do të përthithin vajin e ullirit. Konsumoni nga një fiq përpara çdo vakti dhe kështu do të merrni përfitimet e tij, por nëse jeni me diabet mos e përdorni.